Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Nisin hetimet për helmimin e fëmijëve në Gramsh nga ushqimi me salmonel, sekuestrohen kartelat mjekësore, prindrit ngrihen në protest. Rama mbledh kandidatët e 11 majit për të festuar fitoren e zgjedhjeve, ndërsa Berisha thotë se opozita është gati edhe për të hyrë në grevurie. Shtohen rastet e dhunës në familje, 10 denoncime nga janari deri më tani, shkaqet kryesore lidhen me kushtet ekonomike si dhe me xhelozin. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimet për helmimin e fëmijëve në një kopësht në Gramsh për shkak të salmonelës. Mësohet se organi akuzës ka sekuestruar kartelat mjekësore dhe procesverbalin e furnizimit me ushqime të kopshtit. Ndërkohë prindrit kanë protestuar këtë të hënë duke kërkuar më shumë siguri dhe hetime për ngjarjen. Ngjarja e rëndë ku disa fëmijë të një kopshti publik u diagnostifikuan me helmime nga salmonela ka alarmuar komunitetin në Gramsh. Në shenjë proteste, prindrit e fëmijëve kanë protestuar para Bashkisë së Gramshit, ku kanë kërkuar përgjegjësi për masa për parandalimin e rasteve të tjera. Nga 72 fëmijë që ka kopshti publik në Gramsh, testet e 17 prej tyre rezultuan pozitiv me salmonel. Fëmia ju shfaqet temperaturë, të hënën në drekë e ka marrë dhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare, temperatura i zgjati 3-4 ditë. Kërkoj që paktën tek fëmia im, sepse ne çojmë që nga mëngjesit deri në orën 3:30 e lem në kopësht, por po flas për rastin tim. Kërkoj siguri, për paktën për ushqimin që fëmia konsumon atje duhet të jetë i sigurt. Përgjigjen e kam marrë dije pas disa sherreve te kopshti, nga kopshti tek infektivi aty. S'na jepnin përgjigje duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja. Pastaj nga ana e këtyre ne nuk kemi parë asnjë gjë, sepse me sa kemi dëgjuar ne kjo është një sëmundje ngjitse. Dhe përderisa është një sëmundje ngjitse, duhet kishte një dikush, të paktën nga infektivi, nga spitali që na orientonte, na thoshte që kjo duhen këto masat të mera, se ne kemi edhe njerëz të tjerë në shtëpi, nuk kemi vetëm me një fëmijë dhe që kështu fare asnjë gjë zyrtare, as na kanë pyetur që si është fëmia. Ne kemi ardhur, na janë helmu fëmijët dhe vend bërtasim ne që na janë helmu fëmijët, bërtis kanë këta, duke individu njerëz që mos dilë atje, jo për çfarë do kërkoni, po më do kërkojmë. Na keni helmu fëmijët, jepni përgjigje. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Gramshit, Besion Ayazi, thotë se nuk kemi të bëjmë me një rast masiv helmimi. Nuk kemi të bëjmë me ndonjë abuzim nga ndonjë institucion apo nga ndonjë person. Kemi të bëjmë me një rast, me një fakt që ne e dim shumë mirë të gjithë që po janë evidentuar disa raste me bakterin salmonela në një kopsht publik. Ngjarja e cila u zbulua pak ditë më parë ngriti alarmin duke bërë që në zbardhjen e saj të përfshihet edhe Prokuroria e Elbasanit. Kjo e fundit ka sekuestruar kartelat mjekësore të fëmijëve dhe procesverbalin e kontrollit të ushqimeve. Ndërkohë kopshti në fjalë është mbyllur pas lajmit me urdhër të Institutit të Shëndetit Publik. Partia Socialiste zhvilloi pas ditën e kësaj të hëne festën e dytë për fitoren e thellë në zgjedhjet e 11 majit, por këtë herë në ambientet e Pallatit të Kongreseve. Kryetari i partisë Edi Rama ftoi të gjithë kandidatët që siguruan mandatin e deputetit e po ashtu dhe ata që morën pjesë në garë por nuk fituan dot. Takimi u zhvillua me dyer të mbyllura. Partia Socialiste arriti të siguronte 83 mandate në parlament. Sali Berisha tha këtë të hënë se opozita nuk heq dorë nga denoncimi asaj që e quan farsë elektorale, qoftë edhe me ngujimi në grevurie. Misioni kryesor, sipas kreu demokrat, mbetet rikthimi i votës së lirë. 2 javë pas përfundimit zgjedhjeve parlamentare, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se opozita do të ndërmarrë çdo aksion për të denoncuar këtë proces, përfshi edhe grevën e urisë së deputetëve në muajin shtator. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha theksoi se nuk përjashtohet asnjë rrugë për denoncimin e asaj që ai e cilësoi farsa elektorale e 11 majit. Absolutisht i gatshëm ta udhëheq gjërën fitore.
dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Nuk përjashtohet asnjë variant. Për të mbështetur akuzën se bandat kriminale ndikuan në rezultatin e 11 majit, Berisha u ndal tek qarku i Durrësit, ku një deputet i Partisë Socialiste pothuaj i panjohur, Arkend Balla, mori 20.718 vota. Sipas Berishës, deputeti Balla u mbështet nga banda e troplinëve. Si mund të flasin për fitore zgjedhjesh kur i njëjti person ka marrë 2.400 vota apo 500 vota në zgjedhjet e 21-shit dhe pasi ndron mbiemrin në Arkend Troplini merr 21.000 vota. Te i kalon me 5.000 vota Edi Ramën. Berisha artikuloi akuzat e ndaj SPAK-ut, i cili sipas tij vonoi operacionin Ura pas zgjedhjeve parlamentare. Irena me 5 mbiemra ban 42 ditë për të marrë vendimin për Evizdoçin. E morë të vesh besoj që të gjithë krerët e kartelit Troplini janë të lirë. Janë të lirë narrativ gjoja, në fakt janë të gjithë në të tyre. Sipas Berishës, 11 maj ishte farsë elektorale, farsat nuk mund fitohen nga opozita, ndaj Partia Demokratike do të bëjë gjithçka për të larguar Edi Ramën nga posti i kryeministrit dhe për zhvilluar zgjedhje të reja. Prokuroria e posaçme i ka sekuestruar celularin në kryetarit demokrat të Bashkisë së Pukës Ndues Suma. Sipas burimeve, shkak për vendimin është bërë një hetim i SPAK për krime të dyshuara zgjedhore në këtë qytet. Prej 11 majit, por edhe më herët, SPAK-u ka zhvilluar një sër aksionesh të ngjashme dhe në qytete të tjera të vendit, në Shkodër, Durrës, Elbasan, Fier e të tjerë, për të vënë përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë personat për të cilët ka dyshime se janë të përfshirë në korrupsion zgjedhor. Një sasi kanabis i ardhur nga Tajlanda u sekuestrua nga forcat e policisë, të cilat ishin vënë në dieni për valixhen ku ndodhej droga. Në pranga përfundoi një 39 vjeçar, ndërsa u sekuestrua ngarkesa prej 19 kilogramësh kanabis i cilësisë së parë. Antidroga Tiranës ka goditur një tjetër rast të trafikut të drogës nga Tajlanda. Blut e kryeqytetit pas një informacioni të inteligjencës informatike mësuan se një sasi kanabisi ishte nisur me valixhe nga Tajlanda me destinacion final Shqipërinë. Në pranga ka rënë poseduesi i drogës Dimitër Shehu, 39 vjeç. Valixha në të cilën dyshohej se fshihej kanabisi me përqindje të lartë THC fillimisht u konstatua në Dubai dhe u mbajt nga autoritetet atje, ndërsa poseduesi i saj Shehu u la të udhëtonte drejt Tiranës. Ky i fundit sapo mbërriti në Rinas u kap nga forcat e antidrogës së Tiranës. Ndërkohë valixha mbushur me 19.4 kg kanabis u nis drejt vendit ton nga Emiratet e Bashkuara 3 ditë më pas. Pasi sasia lëndës narkotike mbërriti në vendin ton, u sekuestrua me njëherë. Sipas burimeve për shkak të përqindjes së lartë të THC-s, kanabisi kap një vlerë të madhe në treg prej 388.000 euro. Hetuesit kanë dyshime për personat e tjerë të përfshirë të huaj dhe shqiptar, ndaj ka nisur hetimet për zbulimin e identitetit të tyre. Një aksident i rënd ndodhi mëngjesin e kësaj të hëne rreth orës 4:30 në rreth rrotullimin e kolonjës përgjatë aksit kombëtar Fier Lushnjë. Një 28 vjeçar humbi jetën pasi makina që drejtonte doli nga rruga. Sergio Gogaj humbi kontrollin e mjetit i Volkswagen dhe përfundoi në një kanal kullues duke gjetur vdekjen. Dyshohet se shkaki i aksidentit ishte përgjumja e të riut, por edhe shpejtësia e lartë çka bëri që makina të thyente barrierat mbrojtëse të rrugës. Dhuna në familje mbetet një fenomen mjaft shqetësues në shoqërinë shqiptare, teksa statistikat flasin për rritje të rasteve. Vetëm në Juglindje ka patur 10 denoncime në polici gjatë këtij viti. Viktimat e dhunës janë pajisur me urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje. Në Juglindje janë shtuar rastet e dhunës në familje. Raste, sipas specialistëve të fushës, janë rritur për shkak të kushteve të vështira ekonomike, emigracioni dhe xhelozisë. Ajo që na ka bërë në përshtypje profesionistëve është që pavarësisht se ka momente të denoncimit të rasteve të dhunës në organet kompetente, është parë që në momentin që rasti çohet në polici, në momentin që kapet ose personi i cili dhunon, dhunuesi në këtë rast, pastaj gruaja, vajza ose fëmia duan të tërheqin denoncimin për shkak të presionit të madh që ndodh brenda në familje, ndoshta edhe të familjes dhe të komunitetit në përgjithësi.
Një gjë e tillë pranohet edhe nga avokati Cristiano Kocibelli, i cili shton se ka patur jo pak raste kur gjykata e Korçës ka vazhduar hetimin pa praninë e palës të dhunuar në seancën gjyqësore. Kemi pasur dy lloje të rasteve. Së pari kur gjykata e ka vazhduar gjykimin, pavarësisht se dhe kur nuk ka qenë e pranishme pala kallëzuese në gjykim, po ka pasur raste kur gjykata e ka pranuar tërheqjen e ankimit dhe e ka pushuar çështjen. Burime zyrtare pranë drejtorisë vendore të policisë së Korçës bëj me dije se gjatë periudhës janar-maj janë regjistruar më shumë se 90 raste dhunë në familje. Personat e dhunuar janë pajisur të gjithë me urdhër të menjëhershëm mbrojtje. Konkurrentët e fermës më të famshme janë përfshirë nga debatet mes tyre, përveç sfidave të vendosura nga GAI, VIP-at po përballen dhe me vështirësitë e menaxhimit të shpenzimeve për shkak të buxhetit të ulët. Për të mësuar më shumë, publiku duhet të ndjekë sonte në mbrëmje spektaklin në Vision Plus. Jo pak e zhurmshme ka qenë edhe kjo fundjavë në fermën VIP. Hajmalia e fatit, e cila ju besua Andreas, ndryshoi rrjedhën e lojës. Frederikun për nominim të përhershëm. Kalimi i Frederik Ndocit në një nominim të përhershëm ka detyruar këngëtarin të rishikojë strategjinë, duke synuar që të arrijë me çdo kusht finalen. Ester Allushi vijon të mbajë për të dytën herë titullin e kryefermeres, por shpesh organizimi dhe ndarja e punëve prej saj nuk kanë qenë dhe aq të lehta, duke sjellë her pas here tensione në fermë. Ndërsa situata duket e qëndrueshme, nuk kanë munguar prapaskenat, sfidat e vendosura nga GAI dhe angazhimet e përditshme në stalla. Për te rivaliteteve janë krijuar lidhje të forta jo vetëm mes fermerëve, por edhe me kafshët, ku kujdesi dhe dashuria për to kanë ndërruar emocione të veçanta. Po prezantoj me gjelin. Gjatë këtyre ditëve ka patur edhe momente epike, humor si dhe batuta. Opa, folja i tha gjuje se na pane. Ndarja në dy grupe, fermer dhe fakir, ka sjellur pak përplasje dhe diskutime të nxehta mes konkurrentëve, duke nxjerrë në pa tensionet e bashkëtesës. Buxheti i ulët i javës ka vënë në vështirësi për menaxhimin e shpenzimeve, duke krijuar situata tensionuese mes fermerëve. Që prej ditës së premte është të hapur një televotim për fermerin e preferuar të publikut, ndërsa konkurrentët janë përballur me sfida që testojnë aftësitë e tyre, duke dëshmuar edhe një herë që çdo ditë në fermë është një sprov. Detajet patjetër që të marrin vëmendje gjatë mbrëmjes së 17 prime, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në dy kanalet të dedikuara të platformës Stream. Bravo Ylli, 2 fitore. Tu kemi përfunduar me edicionin informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.